Livandën. Lullet bukra, dumet punue, vashnikunor, mas po ma di zemra, me ja fillue, atë zagazmor. Dgjoj, edhe këtë lartë e ke shumë mirë. Edhe zërin lartë. Më ke bërë të ndihem shumë mirë. Më ke bërë të ndihem shumë e veçantë. Dhe besoj se roli njeriu që ke në krah, qoftë në familje, qoftë në punë, është që ti të ndihesh më e veçanta. Dhe faleminderit sepse unë jam ndjer më e veçanta nga të gjitha. Do thonë njerëzit, po ç'patën këto tani, domethënë. Po normalisht, sepse fjalët e zemrës, po normalisht, fjalët e zemrës dalin kur zemra do t'i thotë, jo kur dua unë. Po. Pra mua më komandon zemra dhe truri. Është diçka shumë e bukur që ti the që në jetë ne vlerësojmë më shumë se si na kanë bërë të ndihemi të tjerët, dhe jo se çfarë kanë bërë ato si janë dhe unë kështu jam ndjer. Sjell apo nga anë të ndryshme, por mënyra se si ne ndihemi kur dikë kemi në punë, në familje, në shoqëri, në zemër e me radhë, është gjithmonë e bukur të shprehësh mirënjohjen, sidomos publikisht.